Këtu në Kosovë kanë ndryshu. Njerëz kanë ndryshu. Respekti përpara jemi kon fukara. S'kemi pas, po respekt e nder kemi pas. Shkemi shumë vite atje, neve nuk kanë nalë ora 12. Ora 12. Asane as nene. Na jemi qata që jemi kun përpara. Vinte na mundohëm me gjitha. Dalim me qitë, me shetite, me ato mësitora. Nuk thirë me ta qitë i kafe, jo më thirë po i telefon, me thonë mirë si i ardhë, që në shgëndjen ma shumë ti. Për ty se na përshëndete, se rrallë herë na përshëndesin gazetarë, ka një herë dhe s'na dojnë neve shumë kështu, ama si respekt shumë po mjeni. Jo më dhe ju, gazetarët keni respekt, mos sidomos prej bashkëdhëtarëve që janë jashtë, shumë keni respekt, se bënin një punë mrekullueshme. Ju jeni në pozicionin jonë, kështu që pa ju e s'ka ishi. Që ashtu mendojmë. Anduran, sa respektohet diaspora atë nivel që si shë meriton, që më vënon, a respektojnë diasporën? Diaspora, kërkush nuk e di se shka vunë diaspora. Do më thonë, diaspora atje jenë si robotat, po në natën e ditën, veç për më ardhën në Kosovë. Qatë para që asë me shfrytëzuar në Kosovë. Vujtë që i ka diaspora si ka kërkush. Na me trup jemi atje, me mend 24 orë jemi në Kosovë. Cilën vend je në diasporë? Unë jem në Rotterdam, në Hollandë. Sa vite? Që 34 vite. Jemi shku për pak, metën 34 vite. Kështu jem nga Gjakova. E kështu që jemi ardhë për me qitë kokrën, ati më të mirit. Kush është më i miri? Tash më i miri veç. Hajde kallëtona pak. Ja, tash me datën e 28, kismet, do ta vendosim. Ta vendosni. Po, por që ta jemi ardhë apo stafat. A ekstra këni arë me votu, a? Po, veç për më votu, ma shumë të që tash jemi ardhë, se duhet marrë ma vonë. Duhet me forë realitetin. Këtu në Kosovë kanë ndryshu. Njerëz kanë ndryshu. Respekti përpara jemi kon fukara. S'kemi pas, po respekt e nder kemi pas. Tash, rrallë që të respektojnë, bënë ma kje dhe të familjes, e ki për asysh. A na, që jemi moti, që tash përsa më unë, prej 93-ës jam në Hollandë. Ajo, që kom pas një arsye që jem dalë, se nuk jem dalë për qefun atje. Neve, shkemi shumë vite atje, neve nuk ka nalë ora 12. Ora 12. Asane as nene. Na jemi qata që jemi kun përpara. Si respekti, si kultura, si vinte na mundohëm me gjitha. Dalim me qitë, me shetite, me ato mësitona, i mbledhëm që ato lek shka kemi, se dhe atje vështirë. Po s'punove vetë i dyti ti, nuk mundesh me darë rreth në mujtë. A më nënë që ju ma shumë diaspora boni për neve se sa na ju për juve, dhe më thënë. Ajo shumë është të vërtet. Veç aj që rrën. Shumë e vërtet. Se na maksimum bojmë për Kosovë. Maksimum. Unë po më hasë shumë diasporës që kanë ta, unë këtu më kur të vi mas shumë që gjdo herë dhe më thënë i trasë në darë, kanë drejë, ka mirë, po këtu nuk në thrasin shumë. Sa për ju shgënjen që kjo? Ajo shumë. Ajo shumë përpara, unë të kalzohë, kur vishim përpara, para luftës, kur vishim, këtë familje u bashkën ka ardhë, Sokoloti, anek, ne familje, shëshnije, son. Ma, sot për sot, ba dhe ja, nuk thirë me ta qitë i kafe, jo më thirë po i telefon, me thonë, mirë si i ardhë. Ajo është, nuk është e mire. Po ne, se mo. Sa për shgënjen që kjo juve? Që në shgënjen ma shumë ti. Kjo që nuk kanë respekt për diasporën. Diaspora është në gjendje gjithë shmos me bo për Kosovë. Një për shumë bënën si robot, 5 ditë javës, 6 ditë javës, për me mbledh një, unë aki që une, që sa harim të ardhë, unë aki i mbledh i parët vishë për më ardhë njerë në Kosovë. Një për asysh. Ajë që rrenë, mundet më rajtë me thonë që unë kom porë, anek në po s'punove vetë i dyti atje, edhe rinia më s'mashtrojë më dalë jashtë. Se ta hep me dorën e djathë, ta marrën me dorën e majtë. Ato që nuk është bashkë letë që është e menojnë, disa... Nuk fitohet leki atje bashkë që është menojnë. Atë fitohet punën e parë, kërë ki punu, cilën punë e ki bo? Punën e parë t'ju ka zetë vërtetën në, që i thojnë, bau, në plaka kom shtru, në për rrugë, dimën e verë. Punën e parë. Atje gradualisht punë më të mirë, atje kom pas edhe restorantin tame, kom pas 12 punëtorë afër Amsterdamit.
restoranti biznisi ka stres, e ki parasysh. Kur jam te biznesi rinjorëm, po du me të pyet shumica e diasporës jashtë kufive po investojnë, si në Maqedoninë, Shqipërinë, Kosovë kanë lënë pak anash me investu. Çu sheket eufori? Kanë filluar me u tërheq prej Kosovës investimet. Po se këto investimet janë keq përdorin shumë. Se s'po që edhe nuk u prezantu munem Sokoloti nga Gjakova, ish kampion i kërcimeve nga ura Mostarit edhe ura Fshet. Veteran. Se na keni ardhur më parë ju. Faleminderit edhe juve, shnet e gjithë mirët. Shumë faleminderit. Juve edhe gjithë kombit shqiptar.